Po ka një fakt tjetër që ushqen fuqishëm paradoksin. Rasta akuzash për korupcion mund t'jenë vërtet 10 në total, ku këtu përfshien jo thjesht antar qeverie, po dhe kryetar bashkie, po edhe drejtor të lartë, 10. Po emisione, lajme, postime në të 700 tenxheret e poteres madhe, politike, mediatike, mund t'jenë 10 milion. Vetëm në tenxherën e Blendi Fevziut, që me masinë e vetë më thithë dhe mua ndonjëherë, mund t'jenë bërë 1000 emisione ku fjala korupcion mund të përdorur 100 milion herë, dhe fjala përgjim 100.000 herë, dhe fjala hajdut 10.000 herë. Tani, imagjinojeni vetë se qa batërdije bëhet mbi daullet e veshve të shqiptarëve që shohin akoma televizor, dhe qa bombardimi bëhet mbi retinat e syve të shqiptarëve që haberet e pazarit i marrin nga celulari. Pa llogaritur këtu ata të verbrit që e çajnë rrugën e jetës me shkopin e kryeplakut të botës gënjeshtrave dhe hedhin bomba artizanale te xhamia që të rrëzojnë narkoshtetin. Ekonomia rritet, e rrit korrupsioni. Prodhimi i përgjithshëm kombëtar rritet, e rrit korrupsioni. Buxheti i shtetit rritet, e rrit korrupsioni. Pagat rriten, i rrit korrupsioni. Investimet rriten, i rrit korrupsioni. Edhe zjarret i rrit korrupsioni, edhe shirat i rrit korrupsioni, edhe negociatat i hap korrupsioni, edhe kapitujt i hap korrupsioni, edhe piketat ndërmjetme do t'i kaloj korrupsioni, edhe bordin e paqes e mblodh korrupsioni,